Bashkia, pra unë besoj që ata procesin nuk do ta ndalin, mendoj. Sipas djenive juridike që kam unë, por eksperjenca na ka treguar që ata nuk para kanë pyetur dhe gjithmonë vendimet e gjykatave kushtetuese ose të çdo gjykate në Shqipëri janë marrë postum, pra janë marrë pasi ka ndodhur ngjarja dhe fitoria ka qenë morale, por nuk është se ka patur ndonjë vlerë juridike në vetvete për momentumin politik. Pastaj për të ardhurën ose për çështje tjera, po. Ti the që kjo është edhe një mënyrë për ta mbajtur Veliaj në lojë në një moment të dytë, që ne kuptoj është një farë dhënie kapitali politik të Veliajt. Aq më tepër nëse supozojmë që gjykata kushtetuese jep të drejtë Veliajt postum, pra që një e drejtë morale dhe politike më shumë se sa juridike dhe konkretisht për bashkinë. Mund ta ndihmoj juridikisht sepse çështja juridike me të është drejtpërdrejtë ndërlidhur edhe me faktin se si ai u arrestuan detyrë. Janë një sër gjërash që ekipi i tij juridik ka përgatitur me shumë kujdes dhe po e përcjell dosjen me durim në të gjitha proceset. Ajo që unë dua të kuptoj, me sa kam lexuar. Ajo që dua unë të kuptoj nga teza jote, nga njëra prej tezave të tua është si e shndron Veliaj këtë në kapital politik. Jam shumë kurioz të kuptoj për të ardhmen. Po shiko, tani gjithmonë këndvështrimi është bazuar në atë që si e shohim politikën. Ka një moment që është pika e vdekjes në politikë dhe ai moment mund të jetë i pakthyeshëm ose mund të jetë i rikuperueshëm. Pra, në këtë moment ne mund flasim për një njeri i cili mbaron vdes përfundimisht politikisht dhe gjasat janë të larta për Veliajin, por nëse kujdesi i atyre që kanë qenë investitorët e drejt për drejt karrierës së tij, por jo vetëm të investitorëve politik, por po flasim edhe për investitor financiar, për kontraktorët që e kanë Veliajin si strumullarin e kontratave të tyre. Mund të jetë e rëndësishme që t'ia shpëtojnë karrierën, ndoshta jo për të qenë më Veliaj pretendent për kurorën e princit trashëgues, por Veliaj si një lojtar politik që qëndron aty në korridoret e politikës si një ekuilibrues dhe që përfaqëson interesat caktuara. Pra nuk po flasim më për një Veliaj që rikthehet në pozicionin e tij klasik, si jemi mësuar ta shohim, por unë besoj që ka shumë investim nga shumë palë që atë ta rikuperojnë në një mënyrë apo një mënyrë tjetër. Dhe Rama është një nga këta njerëz që po e bën këtë gjë. Nuk duhet ta diskutojmë fare faktin që arrestimi i Veliajit e ka kapur të papërgatitur edhe vetë Ramën, qoftë edhe nëse ai ka dhënë aprovimin apo ka dhënë dakordsim për atë arrestim, por nuk ka qenë në fuqitë e tij për të kundërshtuar asnjë. Këtë besoj unë dhe po të kujtoheni në fillesat fare, Rama ka shprehur haptazi nervozizmin e tij për arrestimin e Veliajit, ka qenë shtytësi i protestave që bëheshin para Spakut, ka qenë njeriu që thirri të gjithë punonjësit e bashkisë në sheshin Skënderbej për të bërë mitingun pro Veliajit dhe ka qenë njeriu që ka drejtuar të gjithë procesin e rikuperimit të punës bashkisë, edhe për të vendosur elementet e tij kontrollues brenda punës bashkisë, por njëkohësisht edhe për të qenë më i qartë dhe më i kujdesshëm për mënyrën se si do të ndihmoj, por mos harroni që aty në atë bashki janë edhe ndërmjetësit kryesorë që komunikojnë me Veliajin drejt për drejt. Pra, receptorët e Ramës brenda bashki, aty piktakohen me receptorët e Veliajit. Besoj përfshirë dhe interesat ekonomike. Kështu e shohim, nëse e gabuar. Zotë Galtini, ju si e shihni argumentin e Veliajit, pra se shkarkimi i tij është bërë pa shkelje të rënd të provuar, thot ai, duke konsideruar kështu pra si të palishëm, por edhe antikushtetues nga ana tjetër. Po kjo është e qartë, unë prandaj jam tek teza që Rama është duke ndihmuar Veliajin. Nuk ka diskutim që kushtetuta është shumë e qartë dhe shumë e thjellët dhe Partia Socialiste ka marrë një vendim të vetëdijshëm politik për të shkelur kushtetutën në rastin e shkarkimit të Veliajit. Pikë së pari ata nuk mund të vazhdonin që të mbanin mbi supet e tyre koston e mbrojtjes së një kryetari bashkie të arrestuar, pra nën arrest, dhe ata donin që pasi e mbrojtën për shumë muaj dhe përgatitën edhe atë që quhet metodologjia dhe strategjia e tyre
e mbrojtjes plot, tani ata u bën gati dhe politikisht e kapën dhe opozitën pa përgatitur dhe me këtë shkelje kushtetuese ata i japin topin prap Veliajt që Veliaj të ndihet plotësisht i viktimizuar. Pra narrativa që ka Veliaj, kush është? Viktimizimi. Po. Çfarë e bën hero viktimën? Rezistenca mbi fuqitë e mëdha që kërkojnë ta shtypin apo jo? Po. Kjo është. Qartë. Mirë, për të kaluar tek Partia Demokratike. Po, Një sekondë, kam edhe një pyetje tjetër, që jam shumë kurioz të di, po them, analizën dhe tezën tënde. Si mendon që ndikon po them, kjo çështje, kjo përplasje në dukje, ky konflikt, nëse sapo ka nisur, po edhe nëse është fake, siç thua ti, mbi rivalitetet e tjera të brendshme në Partinë Socialiste? Shtem shumë e thellë kjo, kam përshtypjen, me rivalitetet e Partisë Socialiste. Kjo ishte gjë e fundit që do të thojmë para se të ndërhyjë ti, dhe këtu kemi një marrëveshje Rama-Berisha. Okej. Që është elementi tjetër, pra fraksioni i fundit që kam unë në tezën time. Unë besoj që Rama dhe Berisha me goditjen e Veliajt dhe të Metës, por sidomos të Erion Veliajt, ka dhënë mesazhin që për një kohë të gjatë personi që investohet për të qenë numri 2 dhe trashëgimtari duhet matet mirë. Kështu që besoj që këtë hesap rivalitetesh brenda Partisë Socialiste Rama e ka përmbyllur një herë mirë dhe askush nuk do guxoj më ta shoh veten si rival apo si kandidat për vazhdimsinë e Partisë Socialiste. Të gjithë tani do të përpiqen që të kenë atë që quhet roli i preferuar i kryeshërbëtorit. Qartë. Mirë, zoti Aldini, nga ana tjetër, pra nëse flasim për garë në PS, tani gara është vetëm për rolin e kryeshërbëtorit, nuk bëhet fjalë më për rol trashëgimie apo për rivalitete vazhdimësie politike. Nuk guxon asnjë ta mendoj veten lart. Qartë, mirë, zoti Aldini, nga ana tjetër, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Nuk jam unë Veliaj është ai që është në burg. Tash Veliaju? Më duket se po, gabimisht. Unë e mendova si zoti Kaldini, por s'ka problem se dëgjova edhe mua më shkau, nuk e dëgjova mirë. E kanë, përsa të qetësoj unë po ta lej ty të pyetje tjetër. Mirë, meqense në fakt po flisnim për rivalitetet e brendshme brenda Partisë Socialiste që tashmë askush nuk guxon ti kalojmë në mend. Numri 2 i Partisë Socialiste dhe i qeverisë, që është zonja Belinda Balluku, është akuzuar nga kreu i grupit parlamentar të demokratëve, zoti Gazmend Bardhi, për një çështje që ka të bëjë me korrupsion, me panele që ta kujtoj tash, në panel i impiant fotovoltaik në të digën e Zadejës, një çështje rreth 8 milionë euro. Ai ka bërë kërkesë në prokurorinë e posaçme për të ndjekur gjendjen e këtij denoncimi dhe sipas tij gjithmonë i është kthyer një përgjigje zyrtare ku thonë që çështja ende në hetim. Po ne nuk kemi përgjigje nga Spaku për këtë gjë. Kemi thjesht atë që ka thënë zoti Gazmend Bardhi. Tani për ta bërë pak më konkrete, sa janë efektive këto akuza, Arjan, të cilat duket se përsëriten çdo muaj këto denoncime të opozitës, edhe kur, po them, janë të faktuara, ose pretendohet që janë të faktuara. Kujtojmë këtu që zoti Gazmend Bardhi nuk shquhet për denoncime të dobta, kam përshtypjen. Pra, e ka aftësinë që të godasi fort përmes drejtësisë. Po, vetëm unë për vete tregojmë shumë delikat për të ndikur përmbas argumentat e Bardhit, domethënë. Kjo është gjëja që nuk e di se si ti përgjigjem kësaj pyetje. Ajo që mund të them është që për sa kohë kemi një adresim zyrtar nga një deputet i Republikës së Shqipërisë, i cili është dhe kryetari i grupit parlamentar të opozitës në SPAK, duhet vetëm të presim drejtësinë që të bëj punën e saj. Unë për vete e kam thënë mendimin tim dhe këtu jam shumë serios sepse ky është një parim që unë e besoj thelbësisht dhe ka të bëjë me natyrën time. Unë jam kundër çdo lloji militantizimi të drejtësisë dhe qoftë edhe në mënyrë të sforcuar ku politikan, kryetar partish, deputet përpiqen që ta kthejnë
oborin e SPAK-ut në foltore politike dhe në një tjetër objekt dhe në një tjetër platformë ku ata shfaqin qëndrimet e tyre politike dhe bëjnë lojën e tyre politike. Vetë loja me denoncimet pafundme që bëhet në dyert e SPAK-ut është një lojë për ta mbytur SPAK-un me sa më shumë çështje dhe pas kësaj për ta orientuar punën e tij ose për të gjetur argumentat dhe për ngritur argumenta për shkredituar punën e SPAK-ut, sepse nëse ndjek apo nuk ndjek njërin nga çështjet e podosit, këta e vendosin atë si lakmus goditje ose lëvdate politike. Politika do të qëndrojë sa më larg drejtësisë, jo se unë po flas me një besim të veçantë tek SPAK-u, nuk është se kam një besim të veçantë tek SPAK-u, nuk është se jam i kënaqur me atë që SPAK-u vetë ka bërë dhe ka gjeneruar natyrshëm në detyrat dhe në përshkrimin kushtetues që ka si institucion, e megjithatë përsëri parimi është ky, politika do të qëndrojë larg dyerve të SPAK-ut dhe nuk është politika ajo që bën denoncimet, politika është ajo që duhet ndërtojë alternativat. Politika nuk është as akuzative, se politika nuk është as prokurori, as gjykat, as grup investigativ, as polici sekrete. Unë nuk e di se si e kanë transformuar politikën shqiptare në këtë farë derexheje që duket sikur të gjithë janë në ndjekje të njëri tjetrit, të gjithë janë duke i bërë gro për njëri tjetrit, të gjithë janë me zyra avokatie për denoncuar njëri tjetrin, pra të bëjë një katraur e tillë sa që ne nuk e dallojmë më kush është drejtësia e pavarur dhe kush është politika që kërkon që t'i vendosi drejtësisë gremçat ku ajo ta tërheq pastaj. Që zonja Balluku është një zyrtare qartësisht e korruptuar, këtu nuk ka nevojë fare për komente, kjo është një gjë që ndihet, shihet, emri i saj vazhdimisht gjendet aty ku bëhen edhe transaksionet më të larta dhe më të diskutueshme dhe debatueshme në disfavor të interesit publik dhe në favor të pakicave që janë ata që ne i njohim, pakica e oligarkëve që mbajnë në kontroll politikën shqiptare, por prapse prap unë nuk e di të them çfarë ka bërë zoti Bardhi, di të them që nëse do të ishte puna që në këtë vend drejtësia do të funksiononte siç i takon, pra të ndjek letrat, të ndjek me themel, thellësisht dhe gjerësisht çdo politikan që ka qenë drejtues institucionesh, unë nuk besoj se do mbetej në njëri prej tyre pa e merituar një dënim të paktën simbolik, por besoj një dënim të denjë po e po. Zoti Galdini, cili do të ishte rreziku politik për qeverinë Rama nëse zonja Balluku do të bëhet objekt hetimesh? Asnjë. Asnjë. Shikoni, ka kohë që unë kam thënë në studion e televizionit tuaj, sepse për fatin tim të mirë edhe kjo gjë tashmë një dritare që unë kam për të folur me qytetarët, pra mua më janë mohuar gjithë dritaret e tjera, kështu që arkivat tuaja tashmë janë plot me këto që deklaroj unë. Unë besoj që zoti Rama dhe zoti Berisha kanë arritur në një pikë që ata janë gatshëm të lëshojnë çdo poshtyre, cilin do poshtyre, pa asnjë kosto, pa asnjë problem, mjafton që gjërat mos shkojnë përtej dyshave, treshave dhe katërshave të supozuar, sepse aty ka Rama 100 vende bosh, pastaj vinë tjerët, Berisha 100 vende bosh, pastaj vinë tjerët, kështu që ata lëshojnë këdo dhe nuk e kanë fare problem. Asnjë kosto politike nuk kanë ata nga asnjë lloj goditje në çfarëdo lloj niveli. Qartë. Shikoni pak. Në qoftë se SPAK-u ka arrestuar, vetëm shikoni, bëni një retrospektiv. Është arrestuar ish ministri i tij i brendshëm. Është arrestuar ish ministri i tij i mjedisit. Është arrestuar një ish deputet i tij. Është arrestuar kryetari i Bashkisë së Tiranës. Janë arrestuar kryetar bashkish të disa qyteteve të rëndësishme kryesore. Dhe ne kemi parë që nga të gjitha çështjet e hapura, nga të gjitha procedimet penale, madje nga të gjitha vendimet e gjykatave dhe hetimet përfshirë bashkë me gjykimet, për parë që të dalë një vërr në